Ti ke kaluar drogat në dogana, e ke kaluar ti. Pusho mbyllë, mos fol fare. Ti ke kaluar dogana, drogat ti ke pas. Këpo dogana ti ke pas, gjitha, ti ke pas. Sa lidhje ka me dogana? Ti ke pas gjitha. Ky është deputeti i Partisë Socialiste, Ceno Klosi, bashkëpunëtori i ngushtë i Belinda Ballukut në Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Agjencia e Ujësjellës Kanalizimeve. Klosi ka një karrierë brillante në sistemin bankar, e cila është dëmtuar në rolet si drejtor ekonomik dhe operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike, drejtori i përgjithshëm të tatimet, zëvendës ministër të Ministria e Infrastrukturës, pasi është nën akuzë nga SPAK për fshehje të pasurisë. Ky e fundit është faktuar dhe faktohet nga dokumentet e hershme që ka publikuar emisioni Vetting, ku është evidentuar kompania dhe hoteli në Britaninë e Madhe, në Londër, ku si aksioner rezulton Ceno Klosi. Ajo që e bën më paradoksale situatën është fakti se ky person është propozuar për deputet në qarkun e Fierit, pasi SPAK kishte filluar hetimet për fshehje pasurie dhe falsifikim dokumentesh. Edhe në rolin si deputet, Klosi është në konflikt interesi me detyrën, sepse nuk mund të jetë aksioner aktiv në një kompani, nëse është deputet në Parlamentin e Shqipërisë. Ligji për parandalimin e konfliktit interesit në ushtrimin e funksioneve publike e ndalon në mënyrë kategorike. Madje Klosi vit për vit që plotson deklaratën përsërit falsifikimin, pasi nuk e deklaron kompaninë First Bar Limited dhe hotelin, ku edhe sot rezulton aksioner aktiv në Britaninë e Madhe, në Londër. Madje Klosi është një nga zyrtarët e lartë që kudo që ka shkuar, është ekspozuar për abuzimet me detyrën dhe në shumicën e rasteve, kontrolli i lartë i shtetit ka propozuar shkarkimin e tij, si te operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike, edhe te ish Agjencia e Ujësjellës Kanalizimeve dhe mbetjeve të ngurta. Së fundmi, Klosit janë zbardhur edhe kulisat kur ka qenë drejtuesi i drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Por a ka përfituar Ceno Klosi nga detyra si zëvendës ministër e infrastrukturës?